ne jemi jo të dytët, po të parët nga fundi për mënyrën se si pasurit tona në këtë drejtim nuk i kanë shërbyer transformimit në mirëqenie dhe në burim fitimi për vendin dhe për njerëzit, po janë kthyer në burim problemesh të panumërta. E pra, diferencën nuk e bën ajo që kemi, po ajo që dim. Dhe është me fort rëndësi që sot ne të adresojmë me forcë, me këmbgulje dhe pa kompromis çështjen e prapambetjes thellë në fushën e dijes. Sepse te kjo prapambetje e thellë në fushën e dijes i ka rrënjët edhe prapambetja tërësore në raport me Bashkimin Evropian, ku ne duam të integrohemi një orë më parë. Besoj se ajo çka na vlen më shumë nga e shkuara e afërt janë gabimet dhe jo sukseset. Ajo çka na vlen më shumë nga e shkuara e afërt janë gabimet si pikë referimi për të shkuar përpara, në radh parë duke mos lejuar që gabimet e të shkuarës të përsëriten në formën e gabimeve të tashmes.